Gazeta spanjolle Malaga Hoy ka publikuar një raport alarmues mbi rritjen e organizatave kriminale që veprojnë në Costa del Sol, ku mes tyre theksohet edhe prania aktive e rrjeteve shqiptare. Sipas të dhënave të Prokurorisë së Përgjithshme të Shtetit për vitin 2024, Malaga dhe Marbella janë kthyer në qendra kryesore të bandave të sofistikuara kombëtare dhe të huaja, të cilat kontrollojnë trafikun e drogës dhe përfshihen në skema të avancuara pastrimi parash. Në raport theksohet qartë bashkëpunimi i grupeve shqiptare dhe atyre kineze në këto aktivitete. Prokuroria spanjolle paralajmëron se këto grupe kriminale jo vetëm trafikojnë drogë, por përdorin struktura komplekse financiare. Për të fshehur fitimet, ndaj kërkohet një hetim i hershëm patrimonial për t'i goditur paralelisht për dy vepra penale, trafikun dhe pastrimin e parave. Sipas Malaga Hoy, provinca ka shënuar një rritje prej 28.6% të procedimeve të hapura kundër trafikantëve krahasuar me vitin 2023, duke e renditur pas Barcelonës dhe Madridit si një nga zonat me më shumë raste. Ky zhvillim lidhet drejt për drejt me zhvendosjen e aktivitetit të narkotrafikut nga Campo de Gibraltar drejt Costa del Sol për shkak të presionit policor. Raporti nënvizon gjithashtu se në rajonin e Axarquías është shtuar ndjeshëm numri i gomonave gjysmë të ngurta të njohura si narkolanchas që përdoren për të transportuar drogë. Vetëm në mars të këtij viti u gjetën 6 të tilla në brigjet e Guadalmar, Estepona dhe Malaga.